nga dita e 16 e Vlogmas. Unë edhe Jasona sa jemi kthyer që të quam Ajlen në kopësht. Ja, nuk e mjequr akoma dhe këto që veshim tani në mëngjes nga ftohti. Dhe jemi gati të fillojmë ditën. Të fillojmë ditën bashkë. Do bëjmë kafe, do bëjmë të hajde Jasona, ushqim. Edhe kështu, edhe sot në shtëpi, sepse burri është në punë, Ajla është në kopësht, kështu që në shtëpi do ta kalojmë ditën sot. Por kemi punë, do rregullojmë këtu këtë tavolinën. Jo, ashtu. Gjan. Opa. Por kemi punë sot, do të rregullojmë tavolinën, që është bërë goxha rëmuj me qyra më shumë. Edhe po, kështu do merremi me punë. Do bëjmë për të ngrënë sa të vej ora që të marrim Ajlen. Do bëjmë të ham. Çfarë do haj djali sot? Kemi dalë në balkon sepse është goxha vap. Ka dalë dielli edhe na kënaqi. Nësa brenda është pak më freskët, nuk e di pse. Unë flokët si që i kam lërë, i kam thërë me thashtë dhe s'kam berat si gjë tjetër. Nuk e di po janë mirë, por nuk besoj se do t'i prek sot, kërtoj që të merrem për t'i shtri. Kemi dhe muzik live. Edhe kështu. Por nuk do rrim shumë të balkoni, do futemi brenda. Sepse do fillojmë të merremi me punë. Mora nga makina ato kristalet që më erdhën nga Temu dhe do t'i vendosim tani direkt sa të vemi. Sa po vendosa Jasona në gjumë dhe tani po palos pak rrobat edhe do nder të tjerat sepse nuk e di pse po bëjmë kaq shumë rroba edhe më duhet të lajt paktën 2 lavatriçe në ditë. Shumë. Po çfarë të bëjmë? Pak më parë më mori burri në telefon edhe këtu në afër, diku këtu, është një grua shqiptare që jeton vetëm. Ajo ka qenë e martuar me një shtetas grek edhe nuk kanë bërë fëmijë, nuk e di pse. Po nuk ka edhe ka ngelur vetëm tani sepse ai ka ndërruar jetë. Ajo gruaja tani është diku te 70-at, është goxha e madhe, por ka punuar burri tek ajo, ka rregulluar shtëpinë diçka të tillë. E kështu e njohim. Edhe e mori burri sot në telefon sepse i kishte thënë ajo që pedonte për tapetat, nuk e di për çfarë do ta ndihmonte burri. Shkon shpesh edhe e ndihmon për çfarë do gjë që ka nevojë, meqense është dhe vetëm. Edhe sot s'po japte telefonin, kështu që kishte lënë punën burri dhe kishte vajtur që të shikonte që pse s'po japte telefonin, ose ndoshta i ka ndodhur diçka. Edhe i kishte ndodhur, kishte vajtur te depu e saj diçka e tillë edhe kishte rënë edhe nuk ngrihej më dot. Dhe kishte që dje në orën 5 të pasdites e deri tani që kishte vajtur burri, rënë atje dhe nuk ngrihej dot fare më. Edhe kishte kaluar natën në të ftohtë, në atje jashtë, shumë keq. Edhe pati fatin që vajti burri. Edhe ndihmoi, e ngriti, u fut brenda, ishte bërë shumë ftohtë, nuk e di si ka mbijetuar. Por po a thash të historisë doja të thoshe që sa rëndësi ka që të kesh njerëz në jetë, që qoftë një telefonat të bësh në ditë me dikë, që po mos ose të kesh dikë që ta marrësh telefon për çdo lloj vështirësie apo të kujtohet dikush për ty. Edhe sa e vështirë edhe sa e keqe që është vetmia, shumë e vështirë, shumë e keqe. Ose të kesh dikë që ta paguash, të vi të paktën edhe 2-3 orë, të kujdeset, nuk e di, por shumë e vështira. Shumë e vështirë.
Edhe kështu, këtë doja t'ju thoshja. Akoma e kam në mendje, se sa vështirë është t'i jesh vetëm, shumë e vështirë. Edhe unë personalisht e kam ndier vetmin këtu në Greqi, sepse 6 vjet kam që këtu dhe kam jetuar në Shqipëri. Në Shqipëri është ndryshe, ke shoqëri, ke familje, ke njerëz, ndërsa këtu nuk ka asnjë. Përveç se njerëzit e burrit, që si do qoftë nuk i arritur me ta, nuk i njeh mirë, kanë karaktere të ndryshëm. Si do qoftë, është shumë e vështirë, tepër e vështirë. Por që do bëjmë? E kemi kaluar të gjërat e vështira, se tani vajti gjithë këto vite dhe jam ambientuar, por fillimi për mua ka qenë goxha i vështirë. Nuk dhe gjuhën nuk e dija, shumë e vështirë. Edhe jam pak person i vështirë që të ambientohem në vende të reja. Shumë vështirë e kam. Por që të bëjmë? Do t'i kalojmë edhe këto. Tani të ndej rrobat shpejt edhe me që se Jasona po flet e dhoma e tyre te krevati i Ajlës, po vetë të rregulloj pak dhomën time sepse është goxha rrëmuj edhe ajo dhoma bëhet ditë për ditë nga një gjë sepse unë kohë kam vetëm kur fle Jasona. Këtu që ka mirë se më vret dielli. Edhe kështu. Ika tani, shihemi pak më vonë. Këto janë kristalet që mora në Temu, që i porosita. Ja si duket. Ndoshta këto do shkonin vetëm me drita dhe vetëm këto, ndoshta. Por s'ka problem, ne do t'i vendosim atje të gjitha. Janë disa madhësi, ka edhe më të vogël, ka më të madhe. Nuk e di po ka më të madhe se kjo, ka më të hollë më duket. Ka disa madhësi këtu, jo te goja mama. Edhe do të vendosim këtë fillin dhe do t'i fillim t'i vendosim. Nuk e di sa do vendos dhe a do t'i vendos këtu poshtë sepse do t'jetë të heq Jasona. Epse deri tani pemën ton nuk e ka prekur me dorë, shumë pak. Ndërsa dje që ishim tek shoku i burrit, kishim një pemë goxha të madhe ata, edhe kishte interes tek topat, ndoshta ishin llojshmëri të ndryshme, shumë llojshmëri të ndryshme. Edhe prandaj kishte interes, nuk e di, por këtu nuk e ka prekur shumë pak këtu ndonjë top, prandaj dhe nuk ka shumë këtu. Edhe ju ndonjë interes të madh. Fatmirësisht. Ja si duken këto kristalet, janë goxha të bukura dhe japin një tjetër bukuri pemës. Ja, vendosa dhe disa aty poshtë, nuk e di se sa do rezistojnë. Po më shihni me këtë veshur sepse kam pak ftohtë tani në darkë, edhe e kam shpëtim këtë për këto ditët e ftohta. Edhe kështu. Përpara se të hap advent kalendarin, duhet t'ju kërkoj ndjes për një pjesë kur po flisja, edhe kishte ardhur një harz, një blet, nuk e di çfarë ishte. Mund të boksi atje ku dëgjohet zëri. Edhe flisja unë, ajo bëm të zhurëm atje dhe vetë pak e bezitur një pjesë shumë e vogël e videos, kur isha duke palosur rrobat jashtë. Kështu që po, jetoj në shtëpi private, kështu që i kemi dhe këto nuk kemi çfarë bëjmë. Por nejse, unë vajta mora Ajlën, jemi kthyer në këmbë sepse nuk ishte taksi që të vini. Edhe nuk e kemi shumë larg, unë mund të vi në këmbë, nuk lodhem, Jasona është në karrocë, është në rregull, ndërsa është pak problem për Ajlën sepse
nga gjysmë rrugës diku kështu fillon e ankohet që lodhet. Kështu që nuk gjeja do taksi, sepse të gjithë taksit ishin prenatuar me kalamaqër që i çojnë nëpër shtëpira. Kështu që shumë problem kjo. Por ja dolëm, erdhëm, gatuam makarona me kima sepse nuk ju thash që nuk kishim ujë gjithë ditën. Unë kisha kuptuar pak me vonesë sepse nuk më ishte dashur ujë një periudhë kohe, pastaj para se të vija të mirja ajna, shikoj s'kishim ujë. Edhe bërëm makarona me mish të grirë, erdhi dhe burri, hëngrëm, edhe këtu në shtëpi kemi nderë pastaj, nuk kemi bërë ndonjë gjë interesante. Kështu që prandaj nuk ju filmova. Tani të hapim advent kalendarin, pa e zgjatur shumë. Gjithmonë këto rrëzohen se nga që kam ngelur pak. Okej, e mora. Ja dhe numri 16, po e hap ta shohim. Okej. Një pastrues për fytyrën. Interesante dhe kjo. Nuk do ta përdor tani, do ta mbaj sepse nuk i dihet ndonjë udhëtim, diçka, edhe të mos marrim pak të mëdha, të marr këto. Janë vërtet të volitshme. Kështu që po, ja vlejnë shumë këto. Kështu, erdhi fundi dhe ditës së sotme. Mos harroni që të bëni subscribe sepse më ndihmoni, edhe ne do të shihemi nesër. Natën e mirë.